Hapja e tunelit të Llogaras është vlerësuar nga drejtuesit e automjeteve si një zgjidhje shumë të mirë, pasi shmang vështirësitë e terrenit dhe ofron një udhëtim më të sigurt dhe më të shpejt. Tuneli është hapur të shtunë në 24 maj, ndërsa deri më datë 15 shtator do të jetë pa pagesë për të gjithë drejtuesit e automjeteve, të cilët i drejtohen jugut të vendit dhe Anasjelltas. Një nga zgjidhjet më të mira ofruara sipas drejtuesve të automjeteve për turistëve të shumtë, të cilët në 2 ditët e para të hapjes së tunelit i drejtohen jugut të vendit. Sipas tyre është zgjidhja më e mirë që do të ndikojë padyshim edhe në sezonin turistik të këtij viti. Jemi shumë të kënaqur. Inshallah shkojmë kështu gjitha gjërat. E keni pritur me padurim? Patjetër. Patjetër. Djali, si ndihesh? Është një mundësi shumë e mirë si për ne të shtetit Shqipërisë, po ashtu edhe turistët dhe është goxha gjë mirë, jemi shumë të kënaqur. Mendoni se do ndikojë kjo Po, në po, sektorin shumë. e turizmit? Po, shumë. Sa ju ndihmoni juve që bëni për ditë? Shumë fare. Është goxha ndihmë e madhe, si për turistët, si Shumë për fare. punëtorët. Si Faleminderit. Po Riti, po si ndihesh? Po mirë, natyrisht se mirë, mirë. Mendoni se do është e ndikojë kjo rëndësishme? në sektorin e turizmit? Mu më gëzon një fakt se Shqipëria çdo ditë e më shumë po zhvillohet, edhe hera e parë që kaloj kësaj rrugë jam i fascinuar Me të vërtet nga jeni ju? me Kumanovës. Kënaqësi. E bëni shpesh? Mirë, ama sot parë. ish dashur të më shohin këtu sepse hera e parë, për herë të parë vi, edhe nuk i takon peshave trona. Është pak më i lehtë. Kështu që po, i përgëzoj Atëherë do kthehesh herën tjetër me një vetur. Natyrisht se po. Po herën tjetër do t'i vi rrugës vjetër. Faleminderit. Bojnë se ashtu. From Belgium? Belgium for vacation? Yes, for vacation. How do you feel about Albania? It's a How very do you nice see people country. here? It's a very nice country, very nice people. It's your first time? It's our first time Do you here. like this? This is a masterpiece finally. We didn't know even, Yeah, to be it's honest. new. It's new, okay. Okay. Yeah. For vacation, how long you will stay in? We are here for 9 days. Okay, thank you very Thank much. you very much. Bye. Bye-bye. Shëndet dhe pastaj Mirë, përshëndet. shqyr, mos qaj. Po më thuaj. Shqyr që hap. Sa shkuton? Goxha u shkërton, vetëm ktheset andej që të Ju mendosh. bëni shpesh për Po, punë po, biznesin? për punë, shpesh. Edhe sa morëm lajmin dje, tham shqyr. Si Edhe mendoni në se do vrasë. ndikojë në sektorin e turizmit? Po patjetër ndikon. Patjetër, është më se logjike. Turizmi, ajo rrugët e zhvillojnë atë turizmin, biznesin edhe sidomos tunelet. Edhe sidomos to kthesat. E bëni shpesh këtë rrugën e qafës së Llogaras? Po thuaj se njëherë muaj të varet nga puna. Çfarë mendoni për këtë projekt? Na kupton, na rreth një orë. Ndërkohë që është edhe pa pagesë. Jemi shumë të kënaqur. Jemi shumë të kënaqur. Faleminderit shumë. Netherlands. How do you feel about Albania and how do you see this project? Yeah, it's very nice. Really? Yeah, You like it? yeah. We were just wondering. Is if the we- first time for you here? Yeah, first time in the Netherlands. Yes, How do you feel about it's very nice. Yeah, we really like it. A lot of nice food. Oh my God, thank you. Ndërkohë në tunelin e Llogaras do të vijojë të qëndrojë 24 orësh një shërbim zjarfikës, teksa shefi i këtij shërbimi Luan Kapaj ka deklaruar se ai është pozicionuar brenda tunelit të Llogaras dhe është në gatishmëri për çdo emergjencë të mundshme. Tuneli Llogaras. Po shërbimi zjarfikës ka marrë një shërbim shumë të rëndësishëm për të monitoruar tunelin Llogarasit non-stop 24 orë, të jetë në masa të sigurta për mbrojtjen nga zjarri dhe çdo lloj incidenti të ndryshëm që mund të ndodhi brenda tunelit të Llogaras. Efektivi i shërbimit zjarfikës është i kompletuar me mjete, me pajisje, me veshje të domosdoshme për në hyrje në çdo lloj situate që mund ndodhi brenda këtij tuneli. Sa punonjës do qëndroni? Për momentin janë 4 punonjës zjarfikës që janë të domosdoshëm për ndërhyrje në momentin e parë. Në rast se ka situata të jashtëzakonshme, menjëherë përgjigjet stacioni i Vlorës me mjete dhe pajisje me personel të domosdoshëm për situata të jashtëzakonshme. Por për momentin e parë është ky shërbim që shërben për ndërhyrje në çdo lloj situate. Gjatë gjithë sezonit do qëndroni, gatishmëri. Por gjatë gjithë sezonit shërbimi zjarfikës non-stop 24 orë është në gatishmëri të plot për të përballuar çdo lloj situate që mund të ndodhë. Faleminderit. Tuneli Llogaras u hap fillimisht verën e vitit të kaluar, ndërsa u mbyll menjëherë mbas sezonit turistik për disa punime shtesë, teksa tashmë prej të shtunës ai është sërish në funksion të drejtuesit të automjeteve, teksa do të jetë një nyje shumë e rëndësishme edhe për zhvillimin e turizmit në jug të vendit.